të tillë. Duke qenë se cekem pak pjesën e politikës. Ju jeni një ish student i zotit Edi Rama. Në pikpamjen tuaj, Edi Rama më mirë si një pedagog apo më mirë si kryeministër? Jo, ka gjë. Tani isha me shok. Dhe e njoh që fëmia të djalin, kemi qenë në klasë dhe ai na tregonte histori të vërteta ose më saktë tregonte pralla si histori të vërteta. I lexonte Jules Verne dhe të nesme vinte na shiste në si aventurat e tij dhe brenda vetes time ai do jetë gjithmonë magjik, si më thënë. Por ka një zhvillim disproporcional të karrierës time me të tij. Ai ishte ekonomist, unë jam piktor dhe e përshëndesim një tjetrin në lagje, sot ulëm dhe ndetëm goxha gjatë. Dhe sigurisht që çështja e ditës është zgjedhjet dhe padyshim Edi Rama. Edhe më pyeti, i thash nuk jam fare në hijen e tij. Si tha, nuk je në listën A? Unë thashë se jam as listën Z, për hir të vërtetës. Dhe në atë kohë kalon një, që mos ta përmend se do duket se jemi në prag zgjedhje dhe ama na monitoron, një politikan tjetër me 5 vajza shumë simpatike. Unë si piktor padyshim nuk e humbas këtë rast. Dhe ai më përshëndeti dhe unë i dhash dorën. U tregu shumë i zgjuar dhe tha mos i bëni fushat i djalit. Duke menduar që unë jam i garantuar që do jap votën Majtas, me që i mat ka qenë. I thash, a di si puna? Kush e do sot Edi Ramën? Duhet këtë fuqi të thotë vërtetës. Unë nuk jam kaq altruist, të jemi sinqert. Dhe nuk mund të them që kam aq shumë kohë sa që t'i kushtohem dhe ta duaj shumë sa që mundet t'i jap një konsiderat se çka ka bërë më mirë etj. Por di një gjë, që në të gjitha dimensionet që ju sata vozhanët harruat qenit basketbollist. Nuk ka qenë basketbollist i mirë Rama, por pas ka qenë një trajner i jashtëzakonshëm. Ndërsa për sa i përket artistit, unë nuk do doja kurrë që një piktor të dështonte në gjithë dimensionet e tija. A mendoni se vlerësohet një artist në Shqipëri? Por piktori ka një gjë që përpara tablos vendos ai se kur do ta fshi tablon. Kur do ta fshi dhe ta fillojë nga e para. Ose kur do ta fshi tablon, ta lëri 4 vjet pa e prekur dhe ta marri mas 4 vjetësh se ta bëj një kryevepër. Metafora ime mendoj se është mjaftueshëm për sa i përket kësaj.